Mbrëmjen e së hënës, një avari elektrike la pa energji për rreth 90 minuta i qendrën spitalore universitare Nën Tereza, duke ngritur shqetësim për funksionimin e shërbimeve kritike. Megjithatë, sipas shefit të reanimacionit Krenar Lila, puna në repart nuk u ndërprer dhe asnjë pacient nuk u vu në rrezik për jetën. Lila i bëri të ditur se pavarësisht se pajisjet jetike funksionale me sistem rezervë energjie u vendos, çvendosja e 9 pacientëve që kishin nevojë për asistencë respiratore. Ky vendim u mor për shkak të pasigurisë mbi kozjatjen e ndërprerjes së energjisë elektrike, si mas parandaluese për garantimin maksimal të sigurisë së pacientëve. Në kushtet e ndërprerjes së dritave janë të gjithë me një pajisje backup, do me thënë që siguron funksionimin e tyre të plot me energji të akumuluar, me akumulator të cilët janë të inkorporuar në këto aparate. Kështu që trajtimi i këtë smurve vazhdoi normalisht dhe koha e rikthimit të energjisë elektrike ishte e pak konfirmuar. Kështu që në këto kushte, për të shmangur rënien apo mos funksionimin e njëkohshëm të disa aparateve respirator, vendosëm kalimin e të smurve në godinën tjetër të spitalit apo në njësinë e terapisë intensive të spitalit ngjitur. Në lidhje me vdekjen e të burgosurit Mihal Mërkuri në reanimacionin e kirurgjisë, Lila i theksoi se gjendja e tij shëndetësore ishte tejet e rënduar që në momentin e mbritjes në spital. Ai sqaroi se ndarja nga jeta e pacientit nuk ka asnjë lidhje me ndërprerjen e energjisë elektrike, duke përjashtuar çdo ndikim të avarisë në këtë rast. Gjendja e këtij sëmuri ishte e rëndë. Normalisht një sëmur i cili shtrohet në njësitë e terapisë intensive janë të sëmurë të cilët kërcënohen nga vdekja. Dhe gjendja e këtij sëmuri ishte mjaft e rëndë. Jo vetëm në natën e mbrëmshme, por gjendja e këtij sëmuri ishte e rëndë që në ardhje. Do të thënë, ditën që është shtruar për t'u nështruar një interventi kirurgjikal, ditën e diel, në pasdite, të gjitha të dhënat janë të argumentuara në kartelën klinike që gjendja e këtij sëmuri ka qenë shumë e rëndë. I sëmuri vuante nga ciroza hepatike dhe ka patur një hemoragji masive intraabdominale, për cilën edhe është. Mërkuri ishte ekstraduar nga Greqia në 20 qershor 2023, pas arrestimit për trafik të lëndëve narkotike ku gjatë kapjes së tij u sekuestruan 214 kg kanabis sativa së bashku me shtetasin Panajot Demaj. Pas ekstradimit me 15 shkurt 2025, ai u transferua nga burgu i Korçës drejt burgut të Burrelit. Ai ishte në kërkim ndërkombëtar për vrasje të betur në tentativë të biznesmenit Vendim Bejko. Ngjarja e ndodhur në Saran në nëntor të vitit 2000, pas disa vitesh në arratje, arrestimi i tij në Greqi dhe ekstradimi në Shqipëri shënoi përfundimin e një periudhe të gjatë arratje dhe hetimesh ndërkombëtare.